Kemë mundësi që të diskutojmë në këtë çast për sigurinë rrugore, duke kthyer edhe një herë në vëmendje aksidentin e dieshëm ku humbën jetën fatkeqësisht të dy shtetas të huaj. Kam në studio ekspertin për sigurinë rrugore, zotin Islam Qibini. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën gjithashtu. Një aksident i cili mori edhe vëmendjen padyshim të mediave për atë çka ndodhi në një vend në të cilin edhe më herët ka patur një tjetër aksident shumë të rëndë. Rikthejmë edhe një herë pamjet në këtë çast që tregojnë edhe një herë se si ka përfunduar kamioni ndjes të betonierë gjatë ditës së djeshme, pra nga zona e sipërme nga rreth rrotullimit, duke u përprasur kështu me një automjet e më pas duke përfunduar në njërin aks rrugor të autostradës Shqipëri. Duket që ndoshta ka pamje që shohim në këtë çast edhe për shkak të, nëse kemi dhe video në regjia do lutem që ka një video të siguruar nga redaksia Report TV që tregon edhe një herë mënyrën se si betonierja duke vijuar në rrugë ka përfunduar në pasat në pjesën e poshtme. Pjesa kryesore ndoshta mund të jetë edhe mosnjohja e rrugës mirave. Po, ky është një segment rrugor, është rreth rrotullim. Kemi doon degëzime të rrugës kryesore me një rrugë jo kryesore, por duhet theksuar se ky segment rrugor është i pajisur me sinjalistikën e nevojshme, sinjalistikë vertikale dhe horizontale, ku përmjet këtyre sinjalistikës paralajmëruese gjithë drejtuesët e mjeteve që përshkojnë këtë segment rrugor janë ndjeni të kufizimit të normave të shpejtësisë. Pra pikërisht një drejtues mjeti i cili është i vëmendshëm dhe përshkon një itinerar rrugë të tillë, duke zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor, por sidomos të sinjalistikën vertikale, është plotësisht i mundshëm në paradalimi i aksidentit automobilistik. Por duke parë që këtu kemi të bëjmë me një drejtues mjeti i huaj, i cili nuk e njeh mirë këtë segment rrugor për shkak të shpejtësisë, ka humbur kontrollin e drejtimit të mjeteve, ka goditur ka dalë nga korsia e krahut të djathtë, duke devijuar djathtas dhe duke goditur me barierat metalike, të cilat për shkak të shpejtësisë, energjisë kinetike dhe për shkak të përmasave gabarite të autobetonjeres, ka përfunduar në nënkalimin dhe në rrugë kryesore Tiranë-Elbasan. Aty është përplasur me një automjet tjetër tip autoveture. Dëmet janë të konsiderueshme jo vetëm materiale, por edhe dëmet shëndetësore ku ka humbur jetën dy shtetas egjiptianë. Pra, ky është momenti që ne shohim në ekran video që tregon edhe një herë itinerari që ka përshkuar pra betonierja dhe më pas ka përfunduar në pjesën e poshtme të rrugës, të aksit rrugor. Duket një shpejtësi qartë që traktoret futet një rreth rrotullim dhe traktoria para se të futesh në një rreth rrotullim është detyruar që drejtuesi i mjetit, që është i vëmendshëm, duhet të reduktojë shpejtësinë në përshtatje me profilin e rrugës. Një gjë tjetër duket që nuk ka ndodhur, pak çfarë mund të shihni nëpërmjet pamjeve? Pra një lloj ngadalësimi nuk ka ndodhur. Po, nuk ka ndodhur reduktimi i shpejtësisë autobetonjerës. Po ka qarkulluar me një shpejtësi të theksuar për atë segment rrugor. Se nuk jemi në një segment rrugor i cili ai duhet të qarkullojë drejt dhe nuk ka mbi kalime ose në kalime ose rreth rrotullim. Pikërisht në segmentet rrugore, të cilat trajektoria e lëvizjes së automjetit nuk është në vijë të drejtë, por për shkak të profilit të rrugës dhe trajektorës që ai duhet të përshkojë në këtë segment rrugor, duhet patjetër të reduktohet shpejtësia e lëvizjes së automjetit. Pra nëpërmjet sistemit të frenimit dhe sistemit të drejtimit. Ka qenë drejtues mjeti jo profesional, drejtues mjeti i cili nuk e ka njohur këtë segment rrugor. Po, ndërkohë edhe në rast se mund të kishte një reagim në minutat e fundit, vetë mjeti nuk të lejon ndoshta që të ulë shpejtësinë. Ka të bëjë dhe me barierat metalike. Nëse barierat metalike janë të standardeve, sipas standardeve të përcaktuara në VKM, patjetër që dhe ato kanë një profil të tillë, po për shkak të këndit të përplasjes, për shkak të shpejtësisë dhe për shkak të masës që ka autobetonjera, ato është e pamundur për ta kufizuar. Po në rast se për shembull kishim një shpejtësi konstante, sipas normave të lejuara në kodin rrugor dhe sipas tabelave që është në këtë segment rrugor dhe këndit të përplasjes me barierat metalike, sigurisht që aksidenti shmanget. Qibini, ndërkohë më herët unë theksova që ka patur një tjetër aksident shumë të rëndë në atë zonë. Sa i përket mënyrës se si është e pajisur dhe me sinjalistikën dhe me të gjitha format
ndihmuese apo dhe që parashikon kod rrugor, nuk ka ndonjë problematik. Ju thoni është e pajisur me gjithçka duhet. Unë kam monitoruar atë segment rrugor, për arsye jo vetëm të monitorim të aksidenteve automobilistike, por shpeshherë kaloj në këtë segment rrugor, endi pronari rrugës, drejtoria autoriteti rrugor shqiptar, këtë segment rrugor e ka pajisur. Edhe kur vjen nga Elbasani në drejtim Tiranës dhe ana Sjelltas, ose nga rruga që e vjetër e Saugut. Dhe në Degzime është një segment rrugor ku nëpërmjet tabelave shumë 60 km/h, 40 deri 20 km/h, drejtuesi i mjetit, jo vetëm sinjalistikës vertikale, ku drejtuesi i mjetit është i detyruar ta respektojë këtë sinjalistik, po edhe sinjalistika horizontale, ku drejtuesi i mjetit vihet dieni të këtij segmenti rrugor dhe që është i detyruar në bazë të N 144 të kodit rrugor të respektojë sinjalistikën rrugore. Po kemi drejtues mjetet të cilët i shpërfillin dukshëm rregullat e qarkullimit rrugor, ecin në mënyrë mbi normat e lejuara të shpejtësisë, jo të kujdesshëm gjatë drejtimit të lëvizjes së automjetit, nuk reduktojnë shpejtësinë dhe nuk përshtatin shpejtësinë sipas itinerarit që ata duhet të qarkullojnë dhe të përshkojnë atë segment rrugor. Po, me prezencë të tyre gati një muajore në Shqipëri, pra të dy shtetasit e egjiptian, kanë patur mundësi që ta drejtojnë këtë mjet. Në pandjenin time, po ndoshta ju mund ta qartësoni edhe për publikun, dhe duhet të kesh një lloj leje drejtimi të kategorisë të veçantë për t'i dhënë apo jo? Po, këto në bazë të tonazhit që kanë mjetet, nëse ke autovetur do të ketë patjetër kesh patent në klasit B. Në rast se për shembull drejton një kamioçin patent në klasit C, do një tonazh të lartë patent në klasit E. Nuk jam ndjenjë se çfarë le drejtimi kishte ky shtetas egjiptian. Por duhet patjetër që duhet kishte pajisur se ne duhet të ishte pajisur në patent ndërkombëtare të shtetit egjiptian për të drejtuar mjetet në vendin tonë. Ashtu siç kemi shumë emigrantë në shumë vende të Bashkimit Evropian, për shkak që nuk kemi marrëveshje reciproke midis drejtorive të transporteve, atëherë duhet pajisur jo vetëm me le drejtimi me patent ndërkombëtare. Pra duhet të ketë patent përkatëse për të lloj automjeti. Duhet patjetër patent në klasit E. Sa i përket dhe lëvizshmërisë të mjeteve të tonazhit të rënd, ka patur një ligj, nuk e di çfarë ka ndryshuar tani më që të kalonin ndoshta në pas orës të 10 të mbrëmjes sa diçka të ngjashme, aktualisht lejohen të kalojnë në çdo lloj orari në rrugët e kryeqytetit? Jo, me urdhërin për shembull që kanë nxjerrë drejtoria e përgjithshme e policisë shqiptare, është e kufizuar lëvizja e automjetet tonazhit të lartë. Ka një orar të saktuar. Këto mjetet tonazhit lartë, sidomos në muaj korrik, gusht, duhet të qarkullojnë, kanë kufizime të caktuar për të qarkulluar në segmente rrugore me qëllim për shkak të fluksit të madh të lëvizjes së automjeteve, sidomos në zonat bregdetare, ka kufizime për të tonazhet caktuar të automjeteve. Gjithashtu duhet patë parasysh në këto zona ose këto vendet që ka trafik të rënduar, me urdhrin që kanë nxjerrë drejtori i përgjithshëm i policisë shqiptare, duhet që këto lloj automjete të mos qarkullojnë. Pra si rregull nuk duhet të qarkullojnë? Nuk duhet të qarkullojnë si rregull. Në segmente caktuara të përcaktuara, sidomos brenda qyteteve. Qartë, duket që të paktën në raportimet e bëra një seri faktorësh mund të jenë, po të paktën nga kolegët duhet parë statistikë konkrete, po dukshëm pa dashur të bëra panik, numri i aksidenteve ka qenë i ndjeshëm, që edhe e shkaktuar. Sezoni veror, koha nuk e di çfarë faktorësh mund të shtoni tërheqja e patrullës së policisë nga terreni. Kohët e fundit kemi patur aksidente pasojë të rënda për jetën dhe shëndetin qytetare. Kjo kryesisht për temperaturat e larta që kemi patur në vendin tonë, edhe vendet e Bashkimit vendet rreth vendit tonë ka patur temperatura të larta, por temperaturat e larta ndikojnë edhe në psiqikën e drejtuesit automjetit, sidomos për sa i përket vëmendjes. Nëse për shembull që qarkullon temperatura të larta, kur temperatura është për shembull 39, 40, mbi 40 gradë Celsius, duhet patjetër që drejtuesi i mjetit duhet të ketë kushte optimale për drejtuar automjetin. Në rast të temperaturave të larta, vëmendja e drejtuesit të mjetit nuk është në kërkesat për arsye se dhe koha e reagimit të drejtuesit automjetit në temperatura të larta është koha e reagimit të rritet.
Pikërisht duhet patur parasysh që kur janë temperaturat të larta, sidomos mjetet e shërbimit publik ose mjetet që qarkullojnë me pasagjer, me fëmijë, patjetër duhet bëjmë pushime të herpasershme me qëllim që drejtuesit mjetit jetë sa më i freskët për drejtuar automjetin. Çfarë do të patë parasysh në këtë moment që jemi duke kaluar edhe për shkak të sezonit veror, çfarë do të sugjeronit? Unë sugjeroj që në ratë të parë duhet të drejtuesit mjetit të gjitha automjeteve, sidomos mjetet e shërbimit publik, duhet të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të bëjnë kujdes sidomos në parakalimet e gabuara, kur ka fluks të shtuar të automjeteve, nuk duhet gjatë drejtimit të automjetit nuk duhet përdorin pije alkoolike, të vendosin ripin e sigurimit dhe të jemi gjithmonë të vëmendshëm gjatë lëvizjes dhe të respektojmë sidomos sinjalistikë vertikale dhe horizontale gjatë gjithë segmenteve rrugor që itinerari që do të përshkojmë. Në gjitha qytetet bregdetare duhet parasysh që edhe policia rrugore duhet të monitorojë segmentet saktuara për shkak të fluksit të madh, sidomos për drejtues mjetet të cilët qarkullojnë me shpejtësi, bëjnë parakalime të gabuara ose bëjnë zigzage në rrugë, sidomos edhe për kufizimin e zhurmave, të cilë shumë drejtues automjetit, sidomos drejtues mjetet me motor ose drejtues mjetet të caktuara krijojnë problematik për sa i përket zhurmave akustike. Do është i ne në kodin rrugor, të cilët duhet patjetër që sidomos në zonat turistike, policia rrugore duhet monitorojë dhe të jetë e kujdesshme për sa i përket gjithë drejtuesit të mjeteve të cilët janë problematik për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Duhet patur parasysh që sidomos parkimet e mjeteve, sidomos në zonat bregdetare dhe segmentet caktuar të cilat krijojnë fluks të rënduar në këto qytete ose jashtë qendrave bregdetare ku shumë drejtues automjeteve edhe përdorin pije alkoolike, nuk vendosin rrip sigurimit, qarkullojnë me shpejtësi të theksuar dhe bën problematik për drejtuesit që ecin në mënyrë normale. Si do vlerësoni sinjalistikën rrugore dhe cilësinë e punimeve të rrugës? Pra, sa rrugë kemi ne për të ecur shpejt në vendin tonë? Në rrugët për shembull interurbane kryesore ke mundësi për të qarkulluar deri në 90 km/h, në autostradë deri në 130 që është me kod rrugor, por zakonisht në autostrada kemi tabela kufizimi shpejtësie, sidomos në rrugën nga Morina në Rëshen, po gjithë drejtuesit mjet duhet të kenë parasysh që të zbatojnë sinjalistikën vertikale. Me kod rrugor mund të jetë me 80-90 km/h, por ka segmentet rrugore për shkak të konfiguracionit të segmentit rrugor, ose për shkak të problematikë, ose për shkak të pengesave të ndryshme që mund të ndodhi që ka segmentit rrugor, drejtuesi i mjetit duhet patjetër të kufizojë shpejtësinë. Po pikërisht një nga arsyet që ndodhin aksidente automobilistike është shpejtësia e theksuar mbi normat e lejuara, të cilat janë përcaktuara në 140 të kodit rrugor dhe kemi shumë drejtues mjet, sidomos mosha të reja, të cilat i shpërfillin ose nuk i zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Policia rrugore duhet jetë në lartësinë e detyrave të kohës me qëllim që sidomos në këtë periudhë që kemi një fluks të shtuar të automjeteve, duhet patjetër që dhe monitorimi nga ana e policisë rrugore nëpërmjet kamerave, nëpërmjet radarëve, duhet të jetë i tillë me qëllim që të parandalojë çdo lloj aksidente me pasoja të rënda për jetën e shëndetit e qytetarëve. Duhet një dislokim i forcave të policisë rrugore pikërisht në ato segmente rrugore të cilët janë problematik dhe të jenë në fokusin dhe të mos jetë selektiv masat e marra administrative ndaj drejtuesve të mjeteve, por të jetë zbatimi i ligjit të jetë permanent për gjithë drejtuesit e mjeteve dhe të jetë i ashpër për ata drejtues të mjeteve të cilët shpërfillin dukshëm rregullat e qarkullimit rrugor. Besoj përdorimi i celularit në timon është çmenduri. Patjetër një nga arsyet për tregjes së vëmendjes dhe përdorimi i celularit gjatë lëvizjes me automjet. Po kemi drejtues mjetëve, sidomos në rrugët interurbane Tiranë-Durrës, të cilët nuk qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë, por me shpejtësi për shumë 60-70 km/h dhe zënë korsinë e krahut të majtë, korsinë e shpejtësisë, kur referuar kodit rrugor, ato do të qarkullojnë në krahun e djathtë, sidomos
kamionët. Kemi shumë drejtues mjeti kamion, me përmasat gabaritet të mëdha, edhe qarkullojnë korsinë e krahut të madh. Shpeshherë kjo rruga Tiranë-Durrës zihet nga mosbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesët mjetit të cilët nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor sipas dispozitave të legjislacionit rrugor. Tani, kemi diskutuar shpesh për mënyra se si ndoshta manovrimet në rrugë, shpejtësia e tepërt krijojnë problematika dhe ndoshta edhe aksidente në rrugë. Më problematikët janë djemtë apo vajzat në timon, se do ta përcjellim një mesazh për këtë, pa dashur t'i paragjykojmë, po besoj vajzat do tregohen më të kujdesshme apo është e Po, vajzat janë më të kujdesshme për sa i përket zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor, por shpesh herë për shembull nga pakujdesia, për shembull ato mund të qëndrojnë në krahun e majtë të korsisë dhe shpejtësia e tyre është ngadalë dhe bën problematik për sa i përket për drejtuesve të tjerë të automjeteve. Por në krahasuar me djemtë janë më të kujdesshme drejtuesit e mjeteve vajza për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, janë më të vëmendshme, kurse kemi drejtues mjeteve të moshave të reja, sidomos nga mosha 24 deri në 35 vjeç, të cilët qarkullojnë me shpejtësi të theksuar, nuk vendosin rripin e sigurimit, përdorin celularin, bëjnë parakalime të gabuara, parakalimet e bëjnë për shembull pa patur hapësirën e nevojshme, ose duke ditur për shembull që kemi një kthes dhe mund të dalë një automjet përballë, bëjnë parakalime të tilla të cilat vënë në rrezik jo vetëm jetën e tyre, por edhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Shqipini, faleminderit shumë, e rëndësishme shumë të diskutojmë këtë tema për shëndetin e njeriut edhe për jetën e të gjitha. Faleminderit edhe ju për ftesë. Ndonjëherë edhe te kalohen normat edhe një moment është dhe pastaj rezulton